Unë qua Marian dhe mbas 3 viteve studim në ISATL, shikoj veten këtu në këtë diplomimit. Është një ditë e veçantë në fakt, sepse kur ti shikon mundin e atyre 3 viteve dhe rezultatin është kjo ditë sot. Të qenit këtu do të thotë që është një privilegj për mua dhe gjithashtu është një gëzim sepse mund të shikoj akoma më shumë përpara dhe mund të kuptoj akoma më shumë ato çfarë fjala e Zotit dëshiron të na mësojë. Të qenit pjesë e ISATL-s është një rrugëtim me sfidat e veta në këtë kohë të sotme, kur gjithsekush rend pas problemeve për zgjidhur problemet e veta, familjare apo ekonomike, por mësosh rreth fjalës së Zotit, është vërtet privilegji më i madh. Ashtu siç thuhet në Bibël, kërkoni më së pari mbretërinë e Perëndisë dhe gjithë gjërat e tjera këtu i jepen si shtesë. Në tashme kemi marrë këtë bekim, kemi marrë këtë gëzim nga vetë Perëndia. Dhe rrugtimi në ISATL është rrugtimi i cili na jep gëzimin e madh dhe na jep shpresën e madhe.